Peshorja. Me gjashkorik peshore, hëna në dasht sjell një energji të drejtë për drejtë dhe paksa të paduruar. Kjo nuk është gjithmonë mënyra jote e zakonshme të vepruarit, pasi zakonisht ti preferon diplomacinë dhe shman konfliktet. Megjithatë, këtë herë kjo energji është pikërisht ajo që duhet për të zgjidhur një situatë që e ke shtyr prej kohës. Mund të ndihesh e motivuar të zhvillosh një bisedë të rëndësishme me një partner, mik, familjar ose koleg. Është një çështje që ka mbetur pezu dhe nuk mund të zgjidhet më me hefti apo me nënkuptime. Tani është koha të flasësh hapur e të shprehësh qartë atë që mendon dhe ndjen. Mos përpiq të zbutësh çdo fjalë nga frika se mos lëndon dikë. Nëse je i sinqert, por edhe i respektueshëm, do të arrish të sqarosh shumë keq kuptime. Ndonse biseda mund të jetë paksa e sikletshme në fillim, ajo do të sjellë qartësi dhe lehtësinë për të dyja palët. Në fund të ditës do të ndihesh shumë më i qetë dhe më i çliruar. Ndonjëherë një bisedë e sinqertë është hapi i vetëm që duhet bërë për të lënë mënjan tensionet dhe për të krijuar marrëdhënie më të forta dhe më të shëndetshme. Akrepi, këtë të hënë akrep, je i vendosur të çosh gjërat deri në fund. Hëna në dash të mbush me energji, vendosmëri dhe dëshirë për të qenë produktiv. Detyrat që i ke shtyr prej ditësh apo javësh tani duken shumë më të lehta për të përfunduar. Kjo është një ditë ideale për të organizuar punët, për të marrë iniciativa dhe për të bërë përparim të dukshëm në objektivat e tua. Nuk do të kesh dëshirë të humbësh kohë, përkundrazi do të ndihesh se çdo minutë duhet shfrytëzuar sa më mirë. Nëse e kanalizon këtë energji në drejtimin e dur, mund të arrish rezultate që do të japi kënaqësi dhe besim në vetvete. Megjithatë, energjia e dashit mund të të shtyjë drejt vendimeve të nxituara. Ke kujdes të mos veprosh vetëm nga impulsi ose emocionet e momentit. Para se të marrësh një vendim të rëndësishëm, ndalo për një çast, analizo pasojat dhe sigurohu që po zgjedh rrugën më të mirë. Përdore këtë motivim si një forcë për të ecur përpara, jo si arsye për të rrezikuar pa qenë nevoja. Durimi dhe maturia do ta bëjnë energjinë tënde edhe më të fuqishme. Në fund të ditës do të ndihesh i kënaqur që ke arritur shumë, pa krijuar probleme që mund të pendohesh më vonë. Shigjetari. Këtë të hënë shigjetar, lejoje veten të argëtohet dhe shijoje jetën. Hëna në dash ndriçon sektorin më të gëzueshëm dhe krijues të hartës tënde astrologjike, duke të sjellë energji pozitive, optimizëm dhe dëshirën për të bërë gjëra që të mbushin me lumturi. Pas disa ditësh më të ngarkuara, më në fund ndihesh përsëri vetvetja. Kjo është dita ideale për të dalë me miq, për të organizuar një takim romantik ose thjesht për të kaluar kohë me njerëz që të bëjnë të buzëqeshësh. Nëse je beqar, mos ke frikë të flirtosh apo të njohësh njerëz të rinj. Energjia jote pozitive të bën më tërheqës dhe më karizmatik se zakonisht. Gjithashtu është një moment i shkëlqyer për të provuar diçka të re, ndoshta fillon një hobi që të ka zgjuar forrestin prej kohës. Vizitoj një restorant kur nuk e qenë ndonjëherë, ose eksploron një vend të ri dhe ndryshimet e vogla mund të të sjellin frymëzim dhe emocione të bukura. Mos u ndiej në faj nëse vendos ta lësh punën më njanë për disa orë. Kjo ditë të kujton se jeta nuk përbëhet vetëm nga detyrimet, por edhe nga momentet që të ushqejnë shpirtin. Sa më shumë të qeshësh, të krijosh kujtime dhe të ndjekësh pasionet e tua, aq më i motivuar dhe i mbushur me energji do të ndihesh për ditët në vijim. Britsjap. Hëna në dash zgjon tek ti dëshirën për të bërë ndryshime në jetën tënde personale, veçanërisht në lidhje me shtëpinë dhe ambientin ku jeton. Mund të ndihesh se ka ardhur koha për një fillim të ri, ndoshta po mendon të jetosh me partnerin, të ndryshosh arredimin e shtëpisë, të rinovosh një hapësirë ose madje të planifikosh një zhvendosje apo blerjen e një banese. Kjo energji të shtyn të kërkosh më shumë reati, stabilitet dhe një vend ku të ndihesh vërtet i qetë. Edhe ndryshime më të vogla si riorganizimi i dhomës ose shtimi i disa detajeve të reja mund të ndikojnë pozitivisht në humorin dhe mirëqenien tënde. Besoj instinkteve të tua këtë ditë, edhe nëse her pas here dyshon në vendimet e tua, thellë brenda vetes e di cili është hapi i dur. Prandaj këtë të hënë mos lejo pasiguritë ose mendimet e të tjerëve të largojnë nga ajo që dëshiron vërtet. Nëse nuk je ende gati për të bërë një ndryshim të madh, përdore këtë ditë për të planifikuar. Kërkoj informacion, vendos objektiva dhe organizo hapat e ardhshëm. Çdo vendim menduar mirë që merr tani mund të afrojë më shumë jetën që ke ndëruar. Ki besim te vetja sepse ke aftësinë të ndërtosh stabilitetin dhe sigurinë që kërkon. Ujori. Me gjashkorik ujor, këtë të hënë, është koha të hapësh bisedat që i ke shtyr prej kohës. Hëna në dash të jep guximin dhe drejt për drejtësinë për të thënë atë që mendon, pa u fshehur pas nënkuptimeve apo heshtjes. Kjo energji të ndihmon të jesh më i qartë dhe më i sinqert me komunikimin, dhe kjo është në favorin tënd sot. Mund të jetë një bisedë me një mik, partner, koleg ose familjar që kërkon sqarim ose vendosje kufish.
Edhe pse mund të të duket pak e sikletshme, në fillim do të ndjesh lehtësim sapo të shprehesh hapur. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të ruash ekuilibrin mes sinqeritetit dhe butësisë. Të jesh i drejtë për drejt, por jo i ashpër. Fjalët e tua kanë pesë më të madhe kur shoqërohen me mirëkuptim dhe empati. Mos e ngatro vendosmërinë me ashpërsinë. Qëllimi nuk është të fitosh një debat, por të krijosh mirëkuptim dhe qartësi. Nëse e menaxhon me kujdes këtë energji, jo vetëm që do të zgjidhësh një çështje të rëndësishme, por edhe do të forcosh marrëdhëniet e tua. Peshqit. Hëna në dash peshq, të shtyn me 6 korrik drejt mendimeve të shpejta dhe të qarta. Instikti për të vepruar është i fortë dhe këtë herë është një ndjesi që ja vlen ta dëgjosh. Ke menduar mjaft gjatë për këtë çështje, ke mbledhur informacion, ke dëgjuar mendime të ndryshme dhe ke analizuar situatën nga shumë këndvështrime. Tani nuk po të mungon më qartësia, por të mungon vetëm hapi i parë. Në vend që të vazhdosh të mendosh pafundësisht, është koha të besosh intuitën tënde. Jo çdo vendim kërkon përsosmëri, disa kërkojnë thjesht guxim. Merr frym, beso te vetja dhe bëj atë hap, edhe nëse nuk është perfekt, do të të çojë përpara dhe do të të nxjerrë nga ajo gjendje e pedhur ku ke qenë. Në fund do të ndihesh më i lehtësuar që më në fund veprove. Pra ky ishte parashikimi i yjeve për 12 shenjat e horoskopit për ditën e hënë 6 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.